Janë të trija nxënëse të shkëlqyera të gjimnazit Sami Frashëri, që me përkushtim dhe pasion dhe dijes, janë shembull frymëzimi për bashkëmoshatarët e tyre. Ema Martiri, Melisa Malo dhe Emili Zenelaj janë ndër emra që spikasin për rezultate të larta në mësime. Për Eman, suksesi nuk është i rastësishëm, por rezultati punës së vazhdueshme dhe mbështetjes së familjes e mësuesve. Të qenurit sistematik është absolutisht çelësi. Domethënë të përpiqesh të angazhohesh, të dëgjosh çdo gjë që thuhet në orë të mësimit me përpikmëri, por që domethënë rezultati duhet të jetë i kënaqshëm nëse ndjekim këto. Ndërsa Melisa e sheh ekselencën si një përgjegjësi për të ecur më tej në pasionin e saj për shkencat eksakte. Unë që në moshë të vogël kam pasur shumë prirje për matematikën dhe për shkencat. Më pas erdha në gjimnaz, përveç matematikës, se kam ndier veten shumë mirë dhe në fizikë dhe në kimi, dhe duke parë që këto fushë janë ato të cilat ndihem më mirë, për të ardhmen kam menduar të vazhdoj për inxhinieri kompjuterike. Emili tregon se përkushtimi ndaj mësimeve është një investim për të ardhmen. Prej 12 vitesh, unë kam mbajtur rezultate të larta dhe mendoj që rruga e dur për ta bërë këtë gjë është vetëm puna. Gjithmonë duhet të punosh e të mësosh sa më shumë. Mendoj që nëse ti përgatitesh dinjësisht gjithmonë, mund të arrish notat tua të larta. Të trija nxënëset, përveç vlerësimit të lartë në shkollë, kanë përfituar prej vitesh edhe bursën e ekselencës prej 45.000 lekë për një vit shkollor.